Një studim i ri realizuar me mbi 59.000 punonjës në Estoni ka zbuluar se kënaqësitë në jetë edhe në punë nuk lidhen drejt për drejt me pagën apo prestigjet. Në krye të listës së profesionistëve më të kënaqur janë ata fetar, punëtorët e vetpunësuar dhe llamarinistët, po ashtu psikologët, profesionistët e shëndetit dhe masazhatorët janë ndër më të kënaqurit me jetën që bëjnë. Në krahun tjetër, postierët, kamarierët, rojet e sigurisë, kasapët dhe instruktorët e makinave rezultojnë të jenë ndër më pak të kënaqurit. Studimi tregon se edhe pse disa profesione nuk kanë prestigj apo të ardhura të larta, ato ofrojnë më shumë qetësi dhe përmbushje personale. Ndër profesionet me kënaqësi më të lartë në punë përmenden dentistët, ginekologët, parukierët, si dhe shkrimtarët, zhvilluesit e softwareve dhe profesionistët fetar. Pjesëmarrësit janë pyetur për punën, pagën, personalitetin e tyre dhe sa të kënaqur ndihen me jetën dhe punën. Rezultatet të publikuar në Psy-ERIC Preprints nxjerrin në pas se faktorët kryesorë që ndikojnë në lumturi janë mungesa e stresit dhe ndjenja e përmbushjes, jo domosdoshmërisht të ardhurat apo statusi shoqëror. Prisja që prestigji një pune të kishte lidhje të fortë me kënaqësinë, por gjetëm vetëm një lidhje të lehtë midis tyre, shpjegon Kathleen Annie, një nga autorët e studimit. Ajo shtoi se punët me prestigj të ulët mund të jenë shumë të kënaqshme, ndërsa ato me prestigj të lartë shpesh lidhen me shumë stres.